لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, një gjë e cila e ruan shumë stabilitetin e besimtarit në jetën e tij dhe e bën që besimtari të jetojë i qetë dhe të i marrë gjanat me ngadalë dhe të mos krijojë ngarkesa në jetën e tij të panevojshme, është mbështetja në Allahun xhelle xhelaluhu gjatë jetës dhe veprimeve që i bën besimtari. Dhe me mendu e mirë për Allahun xhelle xhelaluhu çdo herë, edhe në ato situata ndoshta të vështira, në ato sprova të ndryshme që ballafaqohet muslimani në jetën e tij. Kur besimtari në këtë dynja i mbyllet ndonjë derë që ai ka qef me ju hap ajo derë, kur besimtarit në këtë dynja nuk i plotësohet një dëshirë që me vite të tëra e ka prit atë moment, kur një besimtari i dështon ndonjë projekt që ka punu e gjatë për të, kur besimtarit nuk i ecë diçka që në tregtinë e tij, kur besimtarit do thotë aplikon për punë të ndryshme dhe nuk i pet rezultati, kur besimtari don dikon dhe dëshiron që të jetë me të në jetën e tij, pastaj do të bëhet një thyrje në lidhjet mes tyre, të gjitha këto, secili prej neve kur i ndodhin këto gjëra, me heshtjen në brendsinë e tij, ose dhe publikisht, e thot, e pse une me këto, e pse me pas këtë problem unë? E pse dikush kaq lehtë po i zgjidhen punët e mu ka çtirë? Pse dikush kaq lehtë po i plotësohet një kërkesë, kaq lehtë pe gjon një punë, pse për mua ka çtirë? Këto pyetje që i bën besimtari nuk është se e dëmtojnë imanin e tij, sepse mundohet me kërku zgjidhje në këto çështje, ndërsa gabimi dhe rreziku është kur besimtari e humb mbështetjen në Allahun xhelle xhelaluhu dhe më fillon ndoshta me kriju mendime që ato mendime e shpin në drejtimin me mendu keq për Allahun xhelle xhelaluhu. Shërimi më i mirë i kësaj gjendje të besimtarit është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë:
Inna Allahe la yahmi abdahu al-mu'min min ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'ama wash-sharaba takhafuna alayhi. Allahu Jalla Jalaluhu e ruan ndonjëherë robin e tij prej dynjas edhe pse ai don diçka prej dynjas. Sikur që shëruni, thot pejgamberi, sikur që shëruni jo të smurin, por mos me ngran ndonjë ushqim, a mos me pi diçka sepse frigoheni ndaj tij se mos po i keqësohet situata. Mos po i keqësohet shëndeti edhe më shumë. Andaj, njësi njerëz, ndoshta të nderuar vëllezër, i këshirmi punë me atë syrin e momentit. Me syrin e momentit, pse nuk po bëhet kjo? Pse unë gjithë këtë angazhim, gjithë këtë hizmet nuk po më rrite rezultati. Gjithë këtë punë që po e bëj. Na kështu i këshirmi gjanat me syrin e momentit. Ndërsa Allahu Gjelle Gjelaluhu i këshyr me syrin e rezultatit, se si përfundon ajo gjanë në punë. Ndoshta ne e këshyrmi gjanat me syrin pse u mbyll kjo derë. Allahu Gjelle Gjelaluhu të nderuar vëllezër i shiqon gjanat çka ka mas asaj derë. Çka ka në mbretësinë e asaj derë. Cili është rezultati, a është e mirë për ty, a është e keqe. Andaj asnjëherë, çka do që ndodhë në këtë dynja, situatat e ndryshme, mos e humb mendimin e mirë për Allahun dhe mbështetjen e plotë për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Sepse në këtë dynja njeriu mundohet me arrit diçka. E mas disa vite nuk i realizohet ajo arritje, mas disa viteve e kupton se vërtet ku ka thonë hajrë që s'ku ka bo kjo punë. Ose e kundërta, urren diçka, nuk dën diçka mu bo, ndërsa ajo realizohet mas disa viteve kur ta sheh rezultatin e kupton se vërtet ja pas ka vletë dhe mirë ku ka bo që u bo kjo punë. E Allahu Gjelle Gjelaluhu në një ajet të Kur'anit të nderuar vëllezër e shëron zemrën e besimtarit dhe atij i cili ngutet në rezultatet e jetës së tij dhe nuk ju bën ballë sfidave dhe sprova të jetës. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Ndodh që ju të urreni diçka ndërsa ajo është në të mirën e juve. Ndodh që ju të doni diçka ndërsa ajo është në të keqen e juve. Të parët tanë prej muslimanëve kanë qenë në kulmin e edukatës me Allahun Gjelle Gjelaluhu, në raportet me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Çdo sen që i ka godit e kanë mendu, ka thonë, mas kësaj është një urtësi e madhe. Sepse krijuesi Allahu nuk ja don robit vetë vetëm të mirën. Mas çdo gjëje që ju ka ndodhur dhe janë sprovue, i kanë bë sabër dhe e kanë pritë rezultatin e tyre. Dhe kanë thënë, në këtë gjë ka një urtësi, ka një hikmet. Kështu i kanë pas raportet me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Dhe në jetën tonë të përditshme, në realitetin na jep këto rezultate. Shumë njerëz janë dhënë pas diçkapi, një i ri është dhënë pas një lidhje që ka menduar se veç aty është lumturia e jetës së tij. Dhe mas një kohe është thyr ajo lidhje, është shkëput ajo lidhje, është prish ajo lidhje. Mas një kohë e ka kuptuar se sa rëndësishme pas ka qenë shkëputja asaj lidhje për jetën e tij. Po të mbahej ajo lidhje me të dhe me ata që e ka dashur, do të ta bënte jetën e tij të zezë. Do ta bënte jetën e tij me sprova të pa kalueshme.
E thot pas një kohë, thot elhamdulillah, që ku ka prish që punë, e Allahu Gjelle Gjelalu pas ka shpëtue prej këti momenti, prej kësaj lidhje. Në Kur'an të ndëruar nëzër, Allahu Gjelle Gjelalu përmend tregimet e pejgamberëve të tij, të cilët na japin një edukat dhe një moral të mirë qysh me i pas raportet njeriu me Zotin në çdo situatë, në çdo gjendje. Qysh duhet me mendue për Allahun Gjelle Gjelalu gjithmonë mirë. Edhe atëherë kur për ty nuk është mirë ndoshta. Ty duket që nuk është në rregull. Dhe tregimi më i mirë për këtë gjendje, për këtë situatë, për besimtarin, është tregimi i Jusufit alayhis salam në Kur'an. E largun nga prindrit, vëllezërit e tij, e futën e gjojtën në bunar, u shit Jusufi si sklav, si rrogtar, u burgos padrejtisht, ju mbyllshin gjitha dyert e te i kalimit të situatave, krejt këto të ndëruar vëllezër, Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka bo me planifikim për me arrit Jusufi a.s. tek një pozitë që as vetë kur nuk e ka mendu. E as nuk e ka ndrue as njëherë. Krejt të sprova që në sytë tonë janë të rënda, por Allahun Gjelle Gjelaluhu ishte plan që Jusufi a.s. të bëhet ministër i bujqësisë në qeverin e mbretërisë së asaj kohe ku jetonin në Egjipt. Jo vetëm kaq të bëhet edhe këshilltari më i afërt i mbretit, që mbreti nuk ka vendosur diçka pa e marrë propozimin dhe këshillën e Jusufit a.s. Apo shihni këto sprova në jetën e tij, këto sfida në jetën e tij, kanë arrit deri tek ai moment që të bëhet në këtë pozitë Jusufi a.s. Allahu Gjelle Gjelaluhu tregon edhe rastin tjetër të Musait a.s. në Kur'an. Në momentin kur e lind nëna Musain a.s. Cila është ajo nënë cila e përballon që me hedh fëmijën e vet në det, në lumin Nil, fëmijën e posalindur, a ka në i nënë që ka rahmet, edhe e përballon këtë? Allahu Gjelle Gjelalu i tha, fa idha khifti alejhi fa alqihi fil jemmi wa la të khafi wa la të hzeni. Ka thënë, ti ushqeje djalin tanë, inspirimi ka orë, ushqeje djalin tanë, jepi gji, pastaj, kur tutësh nga siguria për të, gjuje në lumë. Gjuje në lumë. Inna raduhu i lejki wa gjailuhu min el mursalin. Ne kemi me ta këthy atë vlad tyje, edhe kemi me bo për i pejgamberve. Ky moment me nanën e Musait a.s. dhe me djalin e saj të posalindur, i gjujtjes në lumë ishte ndarje për to. Ishte mërzi edhe piklim i madhë. Mirë po Allahu Gjelle Gjelalu urdhroi një gjë të tillë, sepse pasaj nga ajo frikë që ishte do të krijohet siguria për to, nga ajo mërzi që ishte për non do të bëhet gëzimi për to, sepse në të ardhmen ai do të jetë pejgamberi Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj të ndëruar vëllezër besimtarë, ta jetojmë jetën tonë në këtë situatë, në këtë formë. Çdo gjë që ne e përjetojmë për sprovave të ndryshme, për sfidave të ndryshme, të mbështetemi në Allahun Gjelle Gjelalu dhe të mendojmë mirë për Allahun Gjelle Gjelalu dhe gjithmonë të themi, ndoshta dhe sigurisht pas kësaj ka një urtësi të madhe, pas kësaj izolimi që po ndodh mua, sigurisht se Allahu Gjelle Gjelalu do ta hap një derë tjetër, do ta hap një rrugë tjetër, do ta hap një kanal tjetër, e kështu kur besimtari mendon mirë dhe i mbështetet Allahu Gjelle Gjelalu, me të vërtetë Allahu Gjelle Gjelalu ka premtuar: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i mbështetet Allah dhe ka frikë Allahun, Allahu do ta nxjerr nga çdo situatë dhe do ta furnizoj ka ai nuk e mendon
fare, kështu bëhet jeta e besimtarit, kështu jeton muslimani duke mendue mirë dhe duke pas mbështetje plot tek Allahu xhalla xhelalu në çdo situatë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.